Pyetja tjetër është, nëse Lumir Abdigjiku është kundër, a e merrni ju si qëndrim definitiv të LDK-s? Ose që për formuloj edhe ma vrashtë, edhe ma në mënyrë të paftyra, a mundet dikush prej LDK-s si jam një përveçëm me qenë interesant për me bisedu jeka me të? Tash kjo është pyetje me përgjigje cila besoj që në çfarë do rrethone mu thonë publikisht nuk e jep ndonjë rezultat pozitiv për trajtimin. Po mundem me thonë që atë që po riformuloj, a jeni ka negocioni me subjekte politike apo me deputet? Se prap me dyqysh padrejtësisht, po më duhet herën e dytë me citu Albulinën, prap vetë vendosja ka thonë këtë hint, ka thonë nas foli me parti, foli me deputet. Ashtë normal, shefi e demantoj mas 2-3 dite, se tentoj me foli me parti. Vesh po pys, a është negociu, a është përmen si taktike mundshme me negociu jek me njerëz? Jo, vetëm lea ta përmbyllur, mendoj që mandatet edhe me kushtetut këtu, janë të deputetve që i marrin vendimet ose qëndrimet të deputetve nëse ka gatishmëri janë të tyne dhe ato nuk është hera e parë nëse ka ndryshim prej pozicioneve të partisë, po foli për një parti, po foli përgjithsisht për gjitha ata që kanë fitu mandate. Edhe besoj që në atë frym kanë mu eksploru të gjitha format ose variantat e mundësisë bashkëpunimit, po aktualisht besoj që për tej vetëm sigurimit të numrave është shumë i rëndësishëm edhe ato që e thashë në fillim një vizion, një qartësi. Dhe me thonë ti e thes, mu i mja e pluksin vetit për programin qeveritar, unë mendoj që tash e kemi mundësin e mirë me të regu që cila është rrethana dhe çka më hupim ne edhe çka janë temat që duhet mu marë aktualisht, përveç asaj që e përmendat sigurisë që unë e prap këmgulli edhe besoj që duhet me pas konsenzus nacionale dhe ju bëj thirrje edhe partive që me qenë shumë ma agjile në rrethanat e sigurisë. Nuk janë këto skenare të një subjekti politik. Nuk janë këto skenare të partisë në pushtet që janë mundu gjatë gjithkohësh mu portretizu. Këto janë edhe e din shumë mirë, edhe antarët e Komisionit për Sigurie dhe për Inteligjencë. E din shumë mirë me cilat janë kërcënimet që Kosova ballafaqohet. S'po du me shkaktu as panik, s'po du me shkaktu as ndonjë alarm, por shumë është e rëndësishme me pas strukturën politike të unifikuar në çështje të sigurisë së përgjithshme, sovranitetit dhe integritetit dhe mbajtjes së shtrirjes së sovranitetit dhe situatës edhe rrethanave të normalizimit në veriun e vendit. Mirë, ka insinuoni që parti tjera po dojnë me adhon Radojqiqit veriun edhe po dojnë edhe veç jujni ka e mbani që... Jo, s'po insinuaj, që po ju tregoj shumë thjesht, çka po du me thonë është që në momentin kur cila do partije, cila e merr pushtetin, ose cila do parti që synon pushtetin, edhe e llogarit, se thot është obligim kushtetues me pas listën serbe brenda. S'është obligim kushtetues me pas listën serbe? Cila ka qenë përgjigja e mandatarit të Partisë Demokratike kur është pyet në një emision tjetër. Nëse ata i kanë krejt deputetët... Sipas obligimit kushtetues. Nëse i kanë krejt deputetët, s'ka pas opcion tjetër. Am do këtë Araki që ka qenë ministri i Albin Kurtit. Ka qenë... Po për çfarë po